Autoritetet ndërkombëtare dhe vendase i dënuan fuqishëm ndërhyrjen e një grupi pjesëtarësh të komunitetit serb në ndërtesën e gjykatës së qarkut në veriun e Mitrovicës. Disa qindra veta thyen sot dyert e kësaj gjykate para së cilës protesta e mbajtur që nga 20 shkurt i këtij viti. Protestuesit hoqën flamurin e Kombeve të Bashkuara ndërsa policia nuk ndërhyri për t'i penguar. Udhëheqësit e protestuesve thanë se janë të gatshëm të bashkëpunojnë me gjithë ata që nuk e pranojnë pavarësinë e Kosovës. Protestat përditshme janë mbajtur në këtë pjesë të vendit që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës me 17 shkurt. Hyrja e dhunshme në ndërtesën e gjykatës është dënuar ashpër nga shefi i misionit të Kombeve të Bashkuara Joachim Rüker. Në një komunikat të lëshuar nga zyra e tij thuhet se ata të cilët janë kthyer dhunës në Mitrovicën e Verut e kanë kaluar vijen e kuqe të Unmikut. Ai ka udhëzuar policinë e Kombeve të Bashkuara të rivendosë rendin e ligjit në veri dhe për të siguruar kontrollin e sërishëm mbi gjykatën. Në komunikat thuhet se Unmiku do të mbrojë mandatin e tij në tërë Kosovën pas një përjashtim. Ndërhyrja është dënuar ashpër nga autoritetet vendase që kanë kërkuar rivendosjen e menjëhershme të kontrollit. Presidenti i vendit Fatmir Sidiu e quajti veprim huliganësh ndërhyrjen në ndërtesën e gjykatës. Unë kam ftuar që në mëngjes përfaqësues special që të ndërmarrë gjitha veprimet e nevojshme që sa më shpejt policia KFOR e Unmikut, natyrisht edhe forcat e KFOR-it po që se të ketë nevojë që të marrin objektin e gjykatës që është në administrim normal të institucioneve të Kosovës, por edhe të misionit ndërkombëtar, të vendosin flamurin e OKB-s, sepse është shumë qartë se është mandati i tyre dhe ne respektojmë këtë angazhim që do të kenë. Kjo çështje është diskutuar në takimet e udhëheqësve politik me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Abdeu Sheferi, i cili qëndroi sot shkurt edhe në Mitrovicë për të takuar kryetarin e kësaj komune Bajram Recepin. Ky i fundit u shpreh inkurajuar pas takimit me zotin Shefer, i cili kishte siguruar atë për gatishmërinë e NATO-s për të mbrojtur tërësinë toksore të Kosovës, por edhe për të mbështetur vendosjen e sundimit të ligjit. Dhe nuk do të tolerohet asnjë anarki në pjesën veriore, por do të vendoset rendi dhe ligji. Zhvillimet e sotme në veri u dënuan edhe nga zyrat e vendeve të Bashkimit Evropian në Prishtinë. Vojko Volk, shefi i zyrës së Slovenisë, kryesuese e Radhës së Bashkimit Evropian, tha se dhuna është e papranueshme. No one benefits from the use of violence and from the attacks on the rule of law institutions. Askush nuk përfiton nga përdorimi i dhunës dhe nga sulmi mbi institucionet të rendit të ligjit në Kosovë, tha ai, duke ngulur këmbën në siç tha respektimin e plotë të rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe në mandatin e Unmikut. Serbët reaguan me zemrim ndaj pavarësisë së Kosovës, ndërsa pjesa veriore është ndërruar në skenë të kundërshtimeve dhe të vendeve që kanë njohur këtë pavarësi, por edhe të misionit të Bashkimit Evropian. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.